E zbut këti natë Sokolit, unë e propozoj Sokolin si kryesues të kuvendit. Është zgjedhur kryesues i kuvendit komunal të Prishtinës Femej Kopina. Ndonëse doli parti fituese në Prishtinë nga zgjedhjet lokale, Lidhja Demokratike e Kosovës nuk propozoi asnjë emër për kryesues të kuvendit komunal të kryeqytetit në seancën inauguruese për betimin e kryetarit dhe këshilltarëve komunal. Njëjtë vepruan edhe partitë e tjera përveç Lidhjes për Prishtinën që propozuan Fehmi Kupinën, ndërsa Lëvizja Vetëvendosje propozoi për kryesues Sokol Havollin e LDK-s. Në fund, me shumicë votash, Fehmi Kupina u zgjodh kryesuesi i kuvendit të Prishtinës, duke shënuar mandatin e tij të dytë në këtë pozitë. Kemi diskutuar dhe nuk kemi kandidat për kryesues të kuvendit komunal. Faleminderit. Nga Partia Demokratike e Kosovës, a ka kandidatin, emrin? Nuk keni? Gjithashtu edhe Partia Demokratike e Kosovës nuk jep kandidat. Pja kuptoj këtë i natë Sokolit, ndoshta nga arsyeja pse nuk e kam propozuar Sokolin për kështu që për me zbut këti natë Sokolit, unë e propozoj Sokolin si kryesues të kuvendit. Ju lutem se s'po ndigjohet. Nuk kemi emër për. Nuk keni emër, ka aleanca për. Ne, grupi ynë i Asamblizëve, e kandidojmë zotin Fehmi Kupina për pozitën e kryesuesit të kuvendit komunal të Prishtinës. Faleminderit. Dasmor Durmishe. Jo, vetë. Etnik Mustafa. Shefqet Osmani. Bazuar në rezultatet e votimit, konstatoj se kryesuesi i kuvendit të kryeqytetit është zgjedhur Fehmi Kupina.